Parashikimi javor 8 deri në 14 dhjetor. Java që hap një cikël të ri për çdo shenjë. Java 8 deri 14 dhjetor hap një cikël të ri energjie, një periudhë ku shumë shenja do të përballen me ndryshime që nuk janë të zakonshme. Ka lëvizje të brendshme, sinjale shpirtërore dhe shenja të vogla që tregojnë se diçka po vendoset në drejtimin e duhur. Ndërsa kjo javë hapet, secila shenjë merr një mesazh të veçantë, disa për qartësi, disa për vendime të vështira dhe disa për mundësi që vijnë vetëm një herë në shumë kohë. Energjitë e universit janë të forta, të buta dhe të drejtuara. Nëse këtë video po e sheh tani nuk është rastësi. Dashi, këtë javë, që nga 8 deri më 14 dhjetor, vjen një moment i fortë rikthimi te vetja dhe drejt qëllimeve që ke lënë pezull. Mund të ndjesh një shtysë të brendshme për të marrë vendime që më parë të friksonin, por tani duken më të kapshme. Në punë, një mundësi e re ose një ndryshim i papritur të jep shansin ta vendosësh veten në një pozicion më të fortë. Kjo javë favorizon iniciativën dhe komunikimet direkte. Në marrëdhënie, energjia është më e butë dhe sjell hapjen e një bisede që largon tensionet e fundit. Financiarisht, mund të shfaqet një përmirësim i vogël, por i qëndrueshëm. Emocionalisht, fillon të kuptosh qartë çfarë ke lejuar të mbaj pas. Java të ndihmon të rigjesh vendosmërinë, të përqendrohesh dhe të lëshosh pas ngarkesat e panevojshme. Nëse vepron me guxim, rezultatet vijnë më shpejt se sa e pret. Demi, gjatë kësaj jave, energjia të fton të ngadalësosh ritmin dhe të vlerësosh drejtimin ku po shkon. Ditët nga 8 deri më 14 dhjetor sjellin stabilitet emocional dhe një ndjenjë qetësie që ke pritur prej kohësh. Në punë, mund të marrësh një përgjigje të rëndësishme, të lidhur me një projekt ose një bashkëpunim që ka kërkuar durim. Java është perfekte për organizim, planifikim financiar dhe vendime afatgjata. Në dashuri, një çështje që ka qenë e paqartë mund të gjejë zgjidhje të butë dhe të natyrshme. Financiarisht, shmang rreziqet e panevojshme, por pranon mundësitë që duken të qëndrueshme. Emocionalisht, gjen ekuilibër dhe më shumë kontroll mbi situatat që të kanë lodhur. Kjo javë të ndihmon të kuptosh se ndonjëherë forca qëndron në durim dhe në aftësinë për të qëndruar i përqendruar. Binjakët, java që nis më 8 dhjetor hap një rrugëtim të mbushur me komunikim, lëvizje dhe ide të reja që të shtyjnë drejt mundësive të papritura. Mund të marrësh një mesazh ose ftesë që ndryshon ritmin e javës. Në punë, kreativiteti të dalë në pa dhe të jep avantazh në bisedime, prezantime ose projekte që kërkojnë mendim të freskët. Në marrëdhënie, javën e karakterizon sinqeriteti dhe hapja emocionale. Mund të zgjidhet një keqkuptim ose të forcohet një lidhje që ka pasur luhatje. Financiarisht, mund të shfaqet një mundësi e re pagese, bashkëpunimi ose projekti i dytë. Emocionalisht, ndihesh më i çlirët dhe gati për të bërë ndryshime që i ke menduar prej kohësh. Java të fton të marrësh hapa të vegjël, por të sigurt, drejt një versioni më të qëndrueshëm të vetes. Gaforja. Kjo javë sjell një energji më të thellë reflektimi për ty, duke nisur nga 8 deri më 14 dhjetor. Mund të përballesh me disa situata që kërkojnë qetësi dhe durim, sidomos në marrëdhënie ose çështje familjare. Në punë, dita e mesjavës sjell një moment të rëndësishëm qartësie që të tregon çfarë duhet të vazhdosh dhe çfarë duhet të lësh pas. Javën e karakterizon harmonia emocionale dhe rikthimi i një ndjenje sigurie që ke humbur përkohësisht. Financiarisht, mbaj të qëndrueshme strukturën tënde dhe mos lejo shpenzime të panevojshme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të hapë derën e një afrimi të bukur. Energjikisht, kjo javë të fton të kujdesesh më shumë për veten, të vendosësh kufi të shëndetshëm dhe të dëgjosh intuitën, e cila këtë periudhë është shumë e mprehtë. Luani. Gjatë kësaj jave, nga 8 deri më 14 dhjetor, vëmendja të kthen drejt ambicieve dhe dëshirës për të bërë hapin e radhës në zhvillimin tënd personal. Mund të përballesh me situata ku të kërkohet të tregosh leadership, qartësi dhe vendosmëri.
Në punë vjen një mundësi e vogël, por shumë premtuese, që mund të çojë drejt rritjes së autoritetit. Kjo javë favorizon prezantimet, takimet dhe çdo situatë ku duhet të shfaqesh vetbesim. Në dashuri, energjia është më e butë dhe sjell një afrimi të ngrohtë nëse e lejon veten të jesh më i hapur. Financiarisht, një lajm i mirë ose një përmirësim gradual mund të ndodhë nga mesi i javës. Emocionalisht, fillon të shohësh më qartë qëllimet që ke pasur të paorganizuara. Kjo është një periudhë ku bën zgjedhje që e formsojnë të ardhmen tënde. Virgjëresha. Java që nis me 8 dhjetorin të ndihmon të vendosësh rregull, qartësi dhe përqendrim në çdo gjë që ke shpërndar së fundmi. Mund të ndjesh një shtysë për të përmbyllur detyra të rëndësishme ose për të bërë ndryshime në rutinën tënde. Në punë, performanca jote bie në sy dhe mund të marrësh vlerësimin që ke pritur prej kohësh. Kjo është periudha ideale për organizim financiar dhe për vendime të maturuara. Në dashuri, sinqeriteti është qelësi i javës. Një bisedë e butë mund të forcojë besimin mes teje dhe dikujt të rëndësishëm. Financiarisht, qëndrimi i kujdesshëm sjell stabilitet. Emocionalisht, rikthehesh te ndjenja e kontrollit dhe qetësisë. Java të jep ndjesinë e avancimit të ngadaltë, por të sigurt drejt qëllimeve të tua. Peshorja. Nga 8 deri më 14 dhjetor, sjell një periudhë ku ekuilibri bëhet prioriteti yt kryesor. Mund të ndjesh nevojën për të rregulluar ritmin midis punës, ndjenjave dhe qetësisë personale. Në punë, një takim ose bashkëpunim mund të japë një drejtim më të qartë. Kjo javë favorizon marrëveshjet, komunikimet diplomatike dhe zgjidhjet e buta. Në dashuri, mund të ndodhë një hap afrim që rikthen harmoninë. Nëse ka pasur tension, java lehtëson energjinë. Financiarisht, kjo periudhë është e qëndrueshme dhe të fton të shmangësh shpenzimet e pamenduara. Emocionalisht, gjen një çlirim të vogël që të jep më shumë hapësirë të mendosh qartë. Java të udhëzon të mos nxitohesh, por të ndjekësh rrugën që të sjellë qetësi dhe stabilitet të brendshëm. Akrepi. Energjia e javës 8 deri 14 dhjetor të shtyn drejt thellësimit, transformimit dhe vendimeve të guximshme. Mund të marrësh një sinjal që të shtyn të largohesh nga situatat që nuk të shërbejnë më. Në punë, java sjell qartësi të madhe në lidhje me drejtimin që duhet të marrësh. Mund të jepet një mundësi që kërkon kuraj, por që mund të të çojë në një nivel më të lartë profesional. Në dashuri, intensiteti rritet, por sjell edhe momente të thella lidhjeje. Nëse ke shmangur biseda, java të shtyn t'i hapësh ato. Financiarisht, mund të vijë një shkëndijë e re që të jep ide ose mundësi të pazakonta. Emocionalisht, kjo periudhë të jep forcë për të larguar frikërat dhe për të përballur të vërtetat. Është javë transformimi dhe pastrimi të energjive të vjetra. Shigjetari. Java që nis më 8 dhjetor hap një fazë të re për ty, të mbushur me optimizëm, guxim dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet. Mund të marrësh një lajm të mirë që lidhet me një udhëtim, një projekt të ri ose një mundësi që ke pritur prej kohësh. Në punë, energjia është e gjallë dhe të jep hapësirë të tregosh talentin tënd natyral. Në dashuri, java sjell komunikim të hapur dhe momente të bukura që thellojnë lidhjen. Nëse je beqar, një takim interesant mund të ndodhë krejt papritur. Financiarisht, mund të shfaqet një mundësi e vogël për rritje ose investim, por kërkohet qartësi para veprimit. Emocionalisht, ndihesh më i lirë, më i qetë dhe gati për të ndërmarrë hapa të rinj drejt qëllimeve personale. Kjo javë aktivizon një energji që të shtyn drejt përmirësimit dhe rritjes së vazhdueshme. Britsjapi. Nga 8 deri më 14 dhjetor, java të vendos në një fazë serioze përqendrimi dhe përgjegjësisht të rëndësishme. Mund të përballesh me vendime të lidhura me karrierën, strukturën e punës ose pozicionin tënd profesional. Në punë, pritet një moment qartësie që të tregon çfarë funksionon dhe çfarë duhet lënë pas. Kjo javë favorizon rritjen graduale dhe përparimin e qëndrueshëm. Në dashuri, komunikimi i sinqert sjell qetësi dhe më shumë siguri emocionale.
Mund të ketë një hap afrim që përforcon stabilitetin. Financiarisht, java sjell përmirësim, sidomos nëse ke treguar disiplinë dhe durim. Emocionalisht, fillon të shohësh më qartë se disa gjëra nuk duhen mbajtur mbi shpinë. Energjia e javës të fton të ndjekësh qëllimet me seriozitet, por edhe të kujdesesh për veten. Ujori. Java që fillon më 8 dhjetor sjell një energji të fortë kreative, ide të reja dhe mundësi për të zgjeruar rrjetin tënd profesional. Mund të marrësh një ftesë, një mesazh ose një mundësi që vjen nga dikush me ndikim. Në punë, kjo periudhë është perfekte për bashkëpunime, projekte inovative dhe hapjen e një rruge të re. Në dashuri, komunikimi bëhet më i thellë dhe më i qartë. Nëse ka patur distancë emocionale, java e zbut dhe sjell afrime të natyrshme. Financiarisht, priten lëvizje pozitive, sidomos nga ide që nuk i ke marrë shumë seriozisht më parë. Emocionalisht, ndihesh më i thjeshtëzuar dhe më i lirë në mendime. Java të shtyn të mos e kufizosh veten, por të veprosh me guxim në drejtim të së ardhmes që po ndërton. Peshqit. Gjatë periudhës 8 deri 14 dhjetor, ndjenjat, intuita dhe qartësia shpirtërore bëhen udhërrëfyesit kryesor të javës. Mund të kesh një moment zgjimi të brendshëm që të tregon çfarë ose kush të jep paqe dhe kush jo. Në punë, java sjell qartësi për një projekt ose një vendim që ka kërkuar kohë. Intuita është shumë e fortë dhe të udhëzon saktë. Në dashuri, një hap i butë, afrimi ose një bisedë e ngrohtë mund të zgjidhë keqkuptime të vogla. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por kërkon shmangjen e shpenzimeve emocionale. Emocionalisht, kjo javë të shtyn të kujdesesh për veten, të vendosësh kufi dhe të largohesh nga gjithçka që të lodh. Kjo periudhë të ndihmon të ndërtohesh nga brenda dhe të gjesh qartësinë që të ka munguar. Kjo ishte udhërrëfyesja jote për javën 8 deri 14 dhjetor. Tani është radha jote. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalinë. E marr këtë energji. Bëj like videon për të aktivizuar energjinë pozitive të javës. Subscribe që të mos humbasësh paralajmërimet e ardhshme të universit. Shpërndaje me dikë që e ndjen këtë mesazh. Universi dëgjon dhe përgjigjet.